Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi alladhi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lin-nasi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillahi wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Allahun e madh falenderojmë. Falënderim veçantë ashtu siç meriton dhe i takon vetëm madhnisë tij. Allahun e adhurojmë, vetëm atë e adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, mëshirë dhe udhëzim kërkojmë. Allahun e falenderojmë që na e zbriti Kur'anin, këtë libër famëlar, udhërrëfyes, mëshirë dhe përgëzim për mbar njerëzimin. Allahun e falenderojmë që na obligoi me agjërimin e Ramazanit për të qenë pastrim i shpirtrave tonë. Qofshin salatët dhe selamet tona për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Lutim Allahun madhreshëm që adhurimet tona, agjërimin, Allahu t'i pranon dhe me mëshirën e tij gjithëve neve Allahu t'na mëshiron. Fillimisht falenderoj edhe Hoxhën Vedat dhe bashkëpunëtorët e tij për ftesën dhe për kujdesin. Allahu shpërbleft, Allahu i dhasht mirësi e begati. Të dashur vëllezër, Allahu i madhëruar na ka obliguar me agjërimin e Ramazanit për të qenë pastrim i shpirtrave tonë. Mirpo, gjithashtu na ka lajmëruar se prej cilësive dhe veçorive të Ramazanit është se ato janë ditë të numëruara, janë ditë të përcaktuar, eyyamem ma'dudat, ditë të numëruar. Pra ditë të numëruar që nuk e dëmtojnë, nuk e mundojnë dhe nuk e stërmundojnë njeriu. Është agjërim, është obligim apo adhurim i lehtë, mirëpo me një shpërblim shumë të madh. E pyes veten edhe juve, nëse ky Ramazan është Ramazani i fundit me ditë numëruara, apo në Ramazane tjera nuk është i fundit për ty, si do të ishin këto ditë e fundit që kanë mbetë? Si do të ishte ky Ramazan për ty? Neglizhent, dembel, përtac? Padyshim që jo, asnjëherë. Ndoshta do të ishte ditët më të lumtura të jetës tane. Ndoshta adhurimin këto ditë do të ishte më i përsost dhe më i përkrym gjatë gjithë jetës tane. Ndoshta namazin që do e kishe falë këto ditë, apo Kur'anin që do e kishe lexuar këto ditë, do të ishte më i shumt gjatë gjithë jetës tane që nuk e ke bë. Andaj, gjitha adhurimet tjera, sadakaja, bamirësia, veprat e mira, largimi nga veprat e këqija, do të ishin më të përsosur se çdo kohë tjetër, nëse do të ishte Ramazani i fundit. Ajo që është e vërtetë dhe e sigurt, kullu nafsin da'iqatul maut, çdo shpirt do ta shijon vdekjen. Mirpo është edhe një sen i sigurt që wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut, asnjë shpirt nuk e din se në cilën vend ka me vdek, kur do të vdes apo si do të vdes. Andaj kanë mbetë ditë të numëruara të pakta, duke lutur Allahun që adhurimet tona Allahu t'i pranon dhe dashur Allahu që dalin prej këtij muaji faqebardh. Muaji Ramazanit është muaji i ndryshimit, është muaji i pastrimit të shpirtrave, është muaji në të cilin mundësia është më e përkryer për ta shtuar bindjen dhe nënshtrimin ndaj Allahut Madhreshëm dhe porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ati që agjeron Ramazanin duke besuar Allahu Madhreshëm dhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, do t'i falen mëkatet e së kaluarës. Pra, Allahu e fal që t'jetë i pastërt. T'jetë i pastërt që ta meriton xhenetin, nga se xheneti i pranon vetëm besimtarët e pastërt. Ramazani vëllezër është një lloj gare për vepra të mira. Ka gjenë zakon ata të cilët garojnë në për gara të mëdhaja, kur e shohin fundin apo finalin e garës, rritet entuziazmi, rritet përkushtimi, rritet motivi dhe ban çmos që më arrit në finalizimin e asaj gare, më arrit fundin e asaj gare, padyshim si fitimtar. Mirpo, ajo çka është më befasuese se ndonjëherë ndodh që të jetë e kundërta me neve si besimtar në Ramazan, duke pas parasysh se ky Ramazan është garë. Mirpo java e parë është me entuziazëm të plot, përkushtim shumë të madh,
pas javës parë, zbehet ai përkushtimi jon. Zbehet përkushtimi jon në nshtrimi, ibadetet, adhurimet tona nuk janë sigur se ditën e parë. Pastaj kur gjej fundi Ramazanit përsëri aktivizohet. Për fat keq, kjo është një fakt shqetësues për besimtarët, që të ndaloj së miri, t'i paksoj adhurimit e tij apo të ndalet së vepruari mirë, kur vetëm se ka përfundu pjesa e madhe e Ramazanit dhe jemi afër finalizimit këtij muajit. Dhe duke pas parasysh se vetëm se ka shku gjysa pjesa e madhe, kanë mbetur pjesa e fundit që Allahu me urtësinë dhe mëshirën e tij ka veçuar disa kohë nga disa të tjerë. Për shembull, muaji Ramazan e ka veçuar nga gjithë muajt e tjerë. Edhe eqen e fundit të Ramazanit e ka veçuar nga gjitha ditët e tjera. Gjithashtu edhe natën prej gjithë vitit, natën më të mirë, kur e ka veçuar natën e Kadrit, që është në 10 e fundit të Ramazanit. Andaj 10 e fundit në muajin e Ramazanit janë netët më të mira të vitit dhe nata që gjendet në këtë 10 është nata më e mirë e vitit. A dini cili është besimtar i mirëfillt, i vërtet, është ai që e nderon dhe e respekton atë që Allahu e ka nderuar. Besimtari i mirëfillt është ai që e nderon atë që Allahu e ka nderuar. Në këtë rast, Allahu e nderon statusin e 10 fundit të Ramazanit. Çka thot Allahu në Kur'an? Wal fajr wa layalin ashr. Pasha agimin, betohem në agim dhe 10 netët. Ka disa komentime, mirë po një prej komentimeve është të bëhet fjalë për 10 e fundit të Ramazanit. 10 e fundit të Ramazanit ka shumë veçori dhe vlera të mëdha. Do i përmend vetëm disa më kryesore. E para, për çka veçohet 10 e fundit? Për shkak se në këtë 10 të fundit apo veçanërisht në natën e Kadrit ka filluar shpallja e Kur'anit. Udhëzimi jon, përgëzimi ka filluar në këtë natë, në 10 e fundit të Ramazanit. Pra, në natën e Kadrit, natë e cila vlen sa 1 muaj, në të cilën zbrezin melekët, është natë e begat, e bereqeshme, për të cilën do të flasim në vijim të ligjëratës. E dyta prej vlerave 10 të fundit është fakti se në këtë natë, përveç se ka filluar shpallja e Kuranit, kur ka filluar nata e Kadrit. Pra nata e Kadrit është në mesin e 10 të fundit. Në mesin e 10 të fundit. Thot Allahu në Kur'an: "Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Muaji Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani, që është udhëzues apo udhërrëfyes për njerëzit, sqarues i rrugës drejt dhe kriter dallues. Pra e para është se 10 i fundit përmban natën e Kadrit. Vlera e dytë është për shkak se në këto 10 e fundit apo natën e Kadrit ka filluar zbritja e Kuranit. Kur'an që është udhëzim për njerëzit. Allahu i përmend shkaqet e zbritjes Kuranit. E para, Kurani ka zbrit për shkak se është udhëzim për të udhëzuar njerëzit, sqarues i rrugës drejt edhe kriter dallues, duke dalluar të vërtetën nga e kota. E treta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte përkushtim shumë të madh, padyshim gjatë gjithë jetës tij, mirë po veçanërisht në 10 e fundit të Ramazanit. Ai e dallonte 10 e fundit me madhërim dhe adhurim më të shumë, më të madh ndaj Allahut madhërisëm. Aisha radiallahu anha tregon se kur hynte 10 i fundit të Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shtrëngonte izarin, ripin e tij, gjallëronte natën me adhurim dhe e zgjonte familjen e tij. Dhe vetë fakti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte kësaj lloj përkushtimi ndaj 10 të fundit na jep me kuptu vlerën dhe rëndësinë e madhe që ka. Gjithashtu e katërta prej vlerave dhe rëndësisë të 10 të fundit është se edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pasardhësit e tyre, tabiinët, tabiinët e kështu me radhë, kishin po të njëjtën përkushtim dhe veçanërim, domethënë që i bëjnë 10 të fundit të Ramazanit. Ebu Uthman an-Nahdi radiallahu anhu, njëri nga tabiinët, thoshte shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i madhëronin 30. I madhëronin 30. 10 i fundit i Ramazanit, 10 i parë i Dhulhijhes dhe 10 i parë i muajit Muharram. Pra këto ishin disa prej vlerave që na tregojnë rëndësinë, peshën e madhe që ka 10 i fundit i Ramazanit. Ajo që ka është më rëndësi se
pasi që jemi në prag të 10 fundit Ramazanit dhe kjo derë e fitimit është ende e hapur, ende është një shpresë shumë e madhe, ende është një natë e bekuar në të cilin është momenti më i shtrenjtë i jetës tane. Momenti më i shtrenjtë në jetën tonë vëllezër është natën e Kadrit. Është natën e Kadrit. Kjo natë lidhet i gjithë Ramazani, thelbi, mirësia e gjithë Ramazanit lidhet në këtë natë, natën e Kadrit. Mirësit, begatit, çka ka Ramazani lidhen në natën e Kadrit. Dietarët kanë përmendur disa prej kuptimeve për natën e Kadrit apo për fjalën El Qadr, çka do të thotë? E para, fjala El Qadr do të thotë pozitë e lartë dhe e çmuar, për shkak se Allahu e ka veçuar dhe e ka ngritur në pozitë të lartë nga ne të tjerë, e ka dalluar, e ka veçuar nga ne të tjerë. Një prej kuptimeve është e veçuar pozitë prej kuptimeve është përcaktim, se në këtë natë përcaktohen ngjarjet që do ndodhin gjatë vitit. Rreziku jot, jeta jote, vdekja jote do të përcaktohet në këtë natë. Dhe e treta prej kuptimeve të kësaj fjale është ngushtësim. Ngushtësim, pse? Se kanë ardhur transmetimet se në këtë natë toka ngushtohet prej numrit të madh të melekëve që zbresin në atë natë. Toka ngushtohet prej melekëve të shumë që do të zbresin në atë natë. Andaj, e gjithë kjo natë është paqe, begati dhe qetësi për besimtarët. Ka argumente shumëta që flasin për mirësitë, vlerën dhe veçorinë e kësaj nate. Do i përmendim vetëm disa kryesorë. Vlera e natës së Kadrit. E para, e përmendëm në fillim se prej vlerave kryesore që dallohet nga ne të tjerë nata e Kadrit është vetë fakti që ka filluar zbritja e Kuranit këtë natë. Pra, kësaj nate i është rrit vlera për shkak zbritjes Kuranit. Kurani nuk ju shpall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i gjithë për një herë, sikurse që ju shpall pejgamberëve të tjerë. Injili, Tevrati, të mëra. Ju shpall për një periudhë 23 vjeçare, 13 vite në Mekë dhe 10 vite në Medinë. Dhe zbritjet kanë qenë në bazë të ngjarjeve që kanë ndodhur apo në bazë diskutimeve që kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me zete. Andaj fjala e Allahut inna anzalnahu fi lejletil qadr, ne kemi zbrit atë Kur'anin në natën e Kadrit, nuk ka për qëllim zbritjet për një hershme. Po ka për qëllim është filluar zbritja e Kur'anit në atë natë. Zbritja e Kur'anit ka filluar në atë natë. E dyta prej vlerave dhe veçorive të natës Kadrit që përmendëm është se përcaktimi i ndodhive bëhet në atë natë. Allahu thot në një sure tjetër, atë natë vendoset në mënyrë të prerë çdo çështje e urtë me urdhër nga ana jonë. Në kuptimin dhe komentimin e këtij ajeti, Imam Saadi në tefsirin e tij përmend se gjatë natës Kadrit përcaktohet çdo lloj çështje. Dhe ky lloj përcaktimi që bëhet në natën e Kadrit është vetëm njëri ndër llojet e përcaktimeve që bëhen. Kur është tjetër përcaktim? Është kur foshnja është në barkun e nënës. Foshnja është në barkun e nënës ku Allahu i ngarkon melekët besnik që të shkruajnë me saktësi çdo vepër për robin, gjithashtu në çdo natë të Kadrit Allahu përcakton se çfarë të ndodh gjatë atij viti. Dhe të gjitha këto lloje të përcaktimeve Allahu i madhëruar tregon për diturinë e tij, urtësinë dhe mëshirën e tij që ka për besimtarët. Hasan al-Basriu është pyetur, a është nata e Kadrit në çdo Ramazan? Nata e Kadrit a është për çdo Ramazan? Thot imami, thot po vallahi, thot. Ajo është në çdo natë të Ramazanit, është natë në të cilën vendoset çdo punë e urtë, në të Allahu cakton çdo afat e gjel, shpresë, furnizim, rrezik dhe deri në natën tjetër si kjo, pra pas një viti që vjen. E treta prej vlerave të kësaj nate është se konsiderohet apo llogaritet më me vlerë se 1.000 muaj. Llogaritet ka vlerën më të madhe se 1.000 muaj. Imam Maliku thot, kam dëgjuar njërin nga dietarët të cilët i besoj se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është paraqitur mosha e popujve të mëhershëm. Dhe ka filluar të brengozet për shkak veprave të shumta që kanë ato popujt e mëhershëm, ndërsa umeti i tij që kanë moshën mesatare, moshën e shkurt, nuk mund t'i arrin ato në vepra të mira.
Andaj Allahu nga bujaria e tij, mëshira e tij e zbrit apo e veçon natën e Kadrit më me vlerë se 1000 muaj që besimtari të jetë në vazhdimsi në adhurim ndaj Allahut Madhreshëm. Dhe vepra e tij të ketë vlerë më të madhe dhe të arrijë vlerat e mëdha që duhet të arrijë. E katërta, prej vlerave të kësaj nate, është zbritja e melekëve, që e përmendëm, domethënë toka ngushtohet për shkak numrit të madh të melekëve që zbresin në atë natë. Gjithashtu është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë dhe atë natë melekët në tokë janë më shumë se sa numri i guralecave që gjenden në tokë. Sheikh Albani e konsideron hadithin e mirë, hasan. Pra numri i melekëve që zbresin në tokë është numri më i madh se sa guralecat që gjenden në tokë. E pesta, çka e dallon këtë natë nga natë të tjerë? Falja e mëkateve. Allahu gjithë neve na fal. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë: ai ati që falet gjatë Ramazanit, qoftë namaz natë, taravive, duke besuar e shpresuar në shpërblim, do t'i falen gjunat e kaluara. E përmendëm këtë hadith në fillim. Kjo vlen gjatë gjithë Ramazanit. Ndërsa enkas për 10 e fundit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veçon dhe thot: ati që falet në natën e Kadrit, ati që falet në natën e Kadrit, duke besuar e shpresuar në shpërblimin e Allahut, do t'i falen gjunahat e kaluara. Për madhështinë, vlerën e madhe që ka kjo natë, në dëshmon edhe vetë fakti që Allahu e ka zbrit një sure të posaçme me emrin e kësaj nate, Suratul Qadr, surja e Kadrit, për të treguar rëndësinë, edhe kjo dëshmon rëndësinë, vlerën e madhe që ka kjo sure. Një komentim të shkurt ku Allahu Madhreshëm thot: Inna anzalnahu fi lejletil qadr, ne kemi zbrit atë Kur'anin në natën e Kadrit. Pra nata më e mirë, në të cilën filloi zbritja e Kur'anit, atë natë vendoset në mënyrë të prej çdo çështje e urtë, në atë natë Allahu përcakton gjithçka që do të ndodhë, si afatin jetës, rrezikun e fëmijës e kështu me radhë. Ajo është quajtur nata e Kadrit për shkak të derës madhe që ka. Pastaj Allahu pyet: "Wa ma adraka ma laylatul qadr?" E çka e ku mund ta dish ti se çka është nata e Kadrit? E pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ai është i ditur, Allahu Madhreshëm ka dituri absolute, e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'i tregon, ajo është një natë shumë e rëndësishme dhe dobia e saj është e jashtëzakonshme. Lejletul Qadri khairun min alf shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Imam Sa'di në tefsirin e këtyre ajeteve thot: ajo është më e vlefshme se 1000 muaj. Edhe veprat e mira të kryera gjatë kësaj nate janë më të vlefshme dhe më të mira se puna në 1000 muaj. Janë më të vlefshme se puna në 1000 muaj. Andaj Allahu me këtë fakt ka çorodit edhe njerëzit më të mençur dhe më të urtë, që me bujarinë e tij dhe mëshirën e tij i ka dhuruar këtij ummeti që për një natë ta shpërblen sa 1000 muaj. Ta shpërblen me një vepër sa 1000 muaj. Ajeti me radhë, në këtë natë zbresin melekët dhe shpirti, Gjibrili a.s. me lejen e Zotit të tyre me çdo çështje të përcaktuar nga Allahu. Pra gjatë kësaj nate, duke filluar nga perëndimi i diellit e deri në agim, melekët dhe Gjibrili shpeshtojnë zbritjen në tokë dhe ngritjen prej saj. Pastaj Allahu ka përshkruar dhe emërtuar këtë natë si natë selam, paqe, për shkak se ajo është e pastër nga sherri dhe është e mbushur me mirësi edhe bekime. Thot Allahu: "Selamun ya hatta matla'il fajr", paqe është ajo natë deri në agim. Kur është nata e Kadrit? Kjo është një nga çështjet që kanë rënë mos pajtim shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pasardhësit e tyre, për shkak që ka shumë dhjetra mendime dhe transmetimeve hadithe të shumta, mirë pa ajo çka është i sigurt, se kjo natë është në 10 e fundit. Shpresohet të jetë në net të tek, edhe transmetimet më shumta kanë ardhur që është në natën 27 apo 25. Nuk të ndalëm këtë pjesë. Mirë po e këshilloj veten dhe juve që në 10 e fundit mos të përcaktojmë, mos të veçojmë natë posaçme. Pse? Se vetë fakti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: kërkojeni natën e Kadrit në 10 e fundit të Ramazanit. Atëherë ta kërkojmë të gjithë. Ta kërkojmë natën e Kadrit në 10 e fundit pa ja ndal në adhurim madhërim ndaj Allahut Madhreshëm.
veprat më të mira në këto net, pasi që janë të përkufizuar me këto net apo të numërta, veprat më të mira cilat janë, Aisha radiallahu anha transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte përpjekje në adhurim këto 10 e fundit, gjë që nuk e bënte në net të tjerë. Dhe kjo na jep me kuptues se përkushtohemi në vepra të mira sa më shumë. E para, falja e namazit taravih apo namazit natës. Të kujdesemi për namazin në kohë vet dhe me xhamat, duke e bërë namazin në mënyrë të përkryer, duke zgjatur rukun, duke zgjatur sejdën e kështu me radhë. E dyta, për veprave të mira që mund t'i bëjmë në 10 e fundit, leximi i Kuranit. Për shkak se kjo natë veçohet me zbritjen e Kuranit. E gjithë muaj Ramazanit, 10 i fundit, nata e Kadrit, veçohet me zbritjen e Kuranit, që e përmendëm ajetin në fillim. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e takon te Xhibril alayhis salam në çdo natë të Ramazanit dhe e lexonte Kur'anin para tij. Dhe kjo na dëshmon për rëndësinë e madhe të leximit të Kuranit në Ramazan. E treta, istighfari, kërkimfalja. Ta shtojmë istighfarin në 10 e fundit të Ramazanit, gjatë kohëve të veçanta të lutjeve që është, ta shfrytëzojmë çdo moment dhe ta shfrytëzojmë çdo moment më të mira ku Allahu zbret dhe pyet a ka kush kërkon falje, unë t'ja fal, si dhe transmeton Aisha radiallahu anha se e kish pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çfarë të thoshte nëse e takonte këtë natë, thot pejgamberi alaihi salatu wasallam, thuaj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zoti im, ti e falës e don faljen, andaj më fal mua. Prej gjërave që duhet të shfrytëzojmë gjatë 10 të fundit janë edhe veprat e mira, fjalët e mira, bamirësia. Pse se çdo pjesëtar i këtij ummeti, nëse e kërkon atë natë, mund të marrë shpërblimin për një vepër që ndoshta për 80 e diçka vite nuk do të kishte mundësi ta arrinte. Pse se nata e Kadrit është më e mirë se 1 muaj. 1 muaj janë parafërsisht 83 vite e gjysmë. Dhe një vepër e pranuar e jote në këtë natë është më e vlefshme se 83 vite e diçka. Andaj ai që takon këtë natë me vepra të mira dhe të pranuara, ai vetëm se ka fituar një shpërblim shumë të madh në dunja e ahiret. Ka thënë Enes radiallahu an, puna në natën e Kadrit, sadakaja, namazi, dhënia e zakatit, janë më me vlerë se sa të kryhen në 1 muaj. Janë më me vlerë se sa të kryhen në 1 muaj. Disa njerëz e keqkuptojnë këtë fakt duke e krahasuar se nata e Kadrit është sa 1 muaj. E vërteta është se nata e Kadrit është më e vlefshme se 1 muaj, nuk është e barabartë me 1 muaj. Allahu thot në Kur'an, khairun min alfi shahr, më e mirë, më e vlefshme se 1 muaj, e nuk është e barabartë me vlerën e natës e 1 muajve. E shumë vepra tjera gjatë këtyre ditëve, fjalët e mira, dhikri, bamirësia e kështu me radhë. Për këtë arsye dhe për vlerën e madhe që kanë këto ditë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shtonte adhurimet, hynte në itikaf me shpresë që të arrinte shpërblimin e mrekullueshëm të kësaj nate, dhe Allahu padyshim që është i mëshirshëm dhe i shpërblen robërit e tij. Dhe përfundoj me hadithin që e përmendëm në fillim, ku Aisha radiallahu anha tregon se kur hynte 10 i fundit i Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shtrëngonte izarin në ripin e tij, gjallëronte natën me adhurim dhe e zgjonte familjen e tij. Andaj vëllezër, ti kujtojmë këto vlera dhe mirësi këtyre netëve, veçanti natës së Kadrit, ta gjallërojmë natën, ta gjallërojmë ditën me adhurim, ibadet, madhërim dhe Allahut madhërishëm. Gjithashtu të kujdesemi për ato që i kemi nën kujdesje, familjet, evlat e kështu me radhë, duke e lutur Allahun e madh që gjithëve neve Allahut na mundson që të arrijmë këtë natë, duke na falur Allahu gjithëve neve, dalim nga ky muaj faqebardh. Dashur Allahu i madhërishëm që gjithëve neve Allahut na mëshiron, në rrugën e tij Allahut na udhëzon, edhe me të dashurit ton në xhenet Allahut na bashkon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.